kemi pyetje. E kemi pyetje, në fakt, thotë kështu, a kishe bo bashkëpunim me Unikateli dhe çfarë mendimi ki për këngët e tij? Në Instagram është kjo. Se s'kisha bo edhe mendimi që vlen menimi jam njeri e ka mush stadionin, apo kupton, ka kallzu njerëz menimin për të dhe sa i sukses shumë. Allah i koft. Unikateli është bravo për stilin që ka. Është big. Sa të vjen çat ditën, ju me ti bjene keni shti hip-hopin në për çdo internet kafe dhe deri në çdo katon në shqiptari. Jo, aj për Unikatelin, çka mendon? Është shumë reper i mirë dhe është reper i cili ka thy shumë barjera në hip-hop. Ai bashkë me enarat e me plot, domethënë ata janë reperat e parë që po flas që i kanë thy barjerat e mëdha që nuk repovat më po foli për çat gjenerat të atyne. Që nuk repovat më gramatik, u repovat që ashtu, u kon in më kon ndryshe, apo kuptan? A bën që pyes për një reper shumë, unë e adhoroj personalisht, kur njerë se kam dëgju këtë stil muzike, mirë po, atë kam dëgju, ma ndrej dhe juve kam filluar që më dëgjoj, dhe më thanë edhe i kam transmetuar radio, për Unikatelat, që janë në New York, çka mendon? Po, unik është. Janë të mirë? Po, të mirë janë. Keni bashkëpunim me ta? Bashkëpunim, jo s'kena bashkëpunim me ta. Sigurisht kanë dëshirë të dinë dhe të sqarosh këtë gjë se ai në pjesën e dhas apo në film. Jo, jam shok me këtë të dhana, pjesën e dhana. Jo, Viktor Paloka dhe më një shok. Po jam shok me krejt, dhe Viktorit, deri te të bëko pa ma për asysh, me shumicën jam kom raportet mira pa ma për asysh, është Baruti, është Kobra, është DMC, është Jetoni, Klepto, Presioni, shumë do të të dyshe, shumë tjerë, në përgjithësi kom raportet mira, ma ta që nuk e një kontaktet, kemi dhe në thonë respektin të në tjetër. Në kohar janë dhe kanë me Viktor Paloka, keni apo keni dhe me ndonjë? Për folë shumë tepër, kështu që ma vetë pelojmë.